رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë, elusim Allahun të na mëson khairin, të na sjell dobi nga ai dhe të na shton ilmin. Vezër, siç ju thash pak më herët, do të flasim për një temë e cila është me radhë lidhje me shpjegimin e librit Al-Aqidatul At-Tahawiyya. Pjesa, titulli i asaj që do të flasim sot është Khabarul Wahid wa Hujjiyetuhu. Khabar, lajmi, bëhet fjalë për hadithin ahad dhe autoriteti, argumenti me hadithet ahad. Do t'i shpjegojmë çka është hadithi ahad. Kur e kuptojmë ahad, do thot një apo bëhet fjalë për ca persona ahad. Hadithet që na vjen nga 1, 2, 3 persona e kështu me radhë. Dhe autoriteti atij hadithi. A mund të argumentohen me një hadith që një person vetëm e ka ndëgju prej Muhamedit alayhis salam? Edhe ai përsëri një person e kështu me radhë. Një herë do të dalim arritja e Kuranit tek ne, si ka arrit, çështja e transmetimit të Kuranit deri tek ne, a dini që është qat'iyatu thubut. Arritja zinxhiri i Kuranit deri tek ne është qat'i, është çështje e prerë, nuk diskutohet fare ajo çështje, a ka ardhur në mënyrë të saktë apo jo? A ka ardhur zinxhiri, ka qenë i vazhdueshëm apo i ndërprerë? A e kanë përcjell një person apo di person? Jo, ke Kurani ka ardhur tek ne në mënyrë mutawatir. Çka është mutawatir? Ka qenë një grup i madh, 10, qindra sahabe, 1000 sahabe e kanë dëgju Muhamedin alayhis salam duke e lexu elhamin këtë mënyrë, apo surën Bakare, u kanë përcjell të tjerët, i thon el mutawatir, që nuk ka shansa në mesin e atyre me u boni marrveshje që me shtu apo me paksu, nuk mundet, pse kanë qenë një grup i madh. Prandaj arritja të Kuranit tek ne, zinxhiri, transmetimi, i thon qat'iyu thubut, është e prerë ajo çështje, ka marrë fund. Por në Kur'an ka një çështje tjetër, a janë të gjitha dhe argumentet e Kur'anit edhe qat'iyu dilale dhe janë të prerë në domethënien e tyre. Çdo fjalë e ka një kuptim apo ka ajete prej Kur'anit që ka më tepër se një kuptim. E dita thonë jo. E para është çështja arritja të Kur'anit tek ne, ka ardhur në mënyrë mutawatir, është e prerë, nuk ka dyshim të ajo. Por të gjitha ajetet e Kuranit, a kanë një kuptim? Ndahet janë dy pjesë. Ka ajete që i thonë qat'iyu dalale, është e prerë argumenti dhe domethënia. Kur thot Allahu xhelle shanu aqimus salat, çfarë kuptojmë ne? A ka dikush që thot, jo valla qëllim ka ardha xherimi, jo falja namazin. Kur thot Allahu xhelle shanu wa atuz zaka, jepna zakatin, çfarë kuptimi ka kjo? Nuk ka këtu dikush që ka thonë, vallahi ka kuptim, jepna zakatin. Ku thot Allahu është bëu juve obligim agjërimi, për çka e ka qëllim? Për muajin e Ramazanit. Kësa i thon qat'iyu dalale. E ka edhe kuptimin e prerë, nuk ka këtë di muhabet. Por ka edhe grup tjetër, ka edhe dhanniyu dalale, ka edhe më shumë se sa një kuptim, apo ka mendime të ndryshme çfarë kuptimi ka. Allahu thot në Kur'an, për ato i cili don të marr abdes për nuk ka ujë, thot au jaa ahadun minkum min al-gha'iti au lamastumun nisa, dhe thot dikush e ka kri nevojën, au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Thot Allahu, ose dikush e ka kri nevojën edhe don të marr abdes, ose lamastumun nisa. Çka është lamastumun nisa? Imam Shafi'i thot lamastumun nisa është lems, me e prek. Grupi tjetër i dietar thot ja Allahu këtu e ka pas për qëllim marrëdhënie intime me gratë. Shikjo, ka ajet që nuk është i prerë këtë domethënie ajetit, ka më shumë se një kuptim. Thot Allahu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
dhe ato të cilat janë të divorcuara, ka ardhë çështja e talakut një herë, për më u kthye te burri i parë, duhet me pas 3 procedura, To kanë thonë, a me qenë pastrim e ka pas Allahun, apo ardhja e ciklit. Shqo? Disa thonë, jo, këtu e ka pas Allahu Gjeleshanu për pastrimin, kur pastrohet. Tjerë thonë, jo, këtu kuru e ka kuptimin që ka ardhja e ciklit. Dhe më thonë, si shemë dhe mora, pas kena në Kuran, ajetet të cilët kanë më tepër se një kuptim. Ose kur thotë Allahu Gjeleshanu, subhanahu wa ta'ala, fesalli li rabbike wanhar, dhe falë për Zotin tënd dhe wanhar, dhe pre, dhe me thonë, dhe pre kurban. Fesalli li rabbike, e kanë marrë do, për shembull, falë namazin e Bajramit edhe pre kurban. Ama kjo është mendimi i Hanefive, nuk është mendimi i gjithë, do me thonë, dietarëve. Prandaj kur vjen çështja te treguesit ajeti, kur tregon diçka, tu ndahet di pjesë. Kuptimi prerë, si e ceka, falë në namazit, po edhe ka ajete që ka më tepër se një kuptim. A tham tek shqyqoni vlezër, a tham tek ajetet e Allahut, ardhja e Kuranit tek ne, ka ardhë mënyrë të prerë. Nuk ka diskutim, por të hadithin ndryshon. I thonë, qat'iju thubut, edhe dhanniju thubut. Ka edhe prej haditheve, që janë qat'i, janë të prerë, që janë prej pejgamberit a.s. Nuk ka dishim, është prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto quhen hadith mutawatir. Çfarë është mutawatir? Një lloj që ka te grupi i parë, janë shumë njerëz që kanë dëgjuar një hadith prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato ja kanë përcjell grupi tjetër. Si për shembull, thot pejgamberi alayhis salam, "Faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Dhe ai i cili shpik rren për mua, shpik dhe një fjalë, le ta din që e ka të përgatitur një vend, një karike prej karikeve të xhenemit. Kjo është hadith mutawatir. Këtë hadith e kanë dëgjuar një grup i madh i sahabeve, ua kanë përcjell tjetrit, ua kanë përcjell tjetrit, tek kështu me radhë, tabiinët tek kështu, domethënë te sicili grup, te sicili zinxhir, çka i ka një grup njerëzish më tepër se 4 vet, më tepër se 5 vet, edhe ka ardhur kështu. Por ka edhe hadith ahad. Çka është hadith ahad? Ki hadithi ahad që disa njerëz ki ndahet në sa grupe, ki ndahet në di grupe. Hadith për shembull e ka grupin e parë, mutawatir, edhe kena hadith ahad. E ki hadithi ahad, që ahad do thot disa persona, ki ndahet në 3 grupe. E para është hadithi meshhur, e dita është hadith aziz quhet, dhe e treti është hadith gharib. Grupi parë që ka thami haditheve, ardhja e hadithit, mënyra është mutawatir, si çështja e Kuranit. Një grup e kanë dëgjuar prej Muhamedit a.s. Ja ka e mora si shembull këtë hadith. Pastaj ngritja e durve në namaz, që i ka ngri Muhamedi a.s. Tu janë një numër i madh i sahabeve që e kanë pa Muhamedin a.s. Pastaj fshirja e mesteve, që pejgamberi a.s. i ka fshirë mestet. Kjo është mutawatir, nuk lejohet domethënë me mohu këto, se numri i madh i sahabeve këtë hadith e përcjellin prej Muhamedit a.s. dhe ja përcjellin të tjerëve. Domethënë kjo është hadith mutawatir, dhe më thonë, tash arritja hadithit tek ne ka ardhur dy mënyra. E prerë, si e ceka këto, edhe këto hadithet mutawatir pak ka prej tyre. Allahu alem, disa thonë 100 e kështu me radhë, nuk janë shumë këto hadithe. Por numri më i madh i haditheve neve na ka ardhur nëpërmjet mënyrës apo shtresave ahad, që një persone kanë dëgjuar nga Muhamedi alayhis ose 2 persona ose 3 persona. E këto ndahen 3 pjesë. Grupi i parë është i këtyre hadithave ahad, është meshhur. Çka thot hadith meshhur? Që më tepër se 2 persona, 3 persona e kanë dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë hadith. Që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam me hadithin meshhur, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk ka besu, thot Muhamedi a.s. askush për juve, apo nuk do të besoni derisa unë t'je më i dashuri tek ju se sa fëmija, pasuria, e gjithë njerëzit e kështu me radhë. E ki haditho meshhur. 3 persona e kanë dëgjuar prej Muhamedit a.s. dhe 3 persona, ose el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Muslimon është ai i cili të tjerët janë të rahatshëm nga goja dhe nga dora e tij. Domethënë, edhe ki hadithi është prej kuj, edhe ki hadithi është prej hadithëve meshhur, që 3 persona. Edhe kemi hadithin aziz, të 2 persona e kanë dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam këtë hadith.
Si për shembull një prej haditheve, ki ishte vlezër, falni aziz, hadithi meshhur, se këtë shembullin e hadithit aziz e përdorat e hadithi meshhur. Hadithi meshhur që thonë 3 persona e kanë dëgjuar nga Muhamedi alayhis salam, si shembull, thot pejgamberi alayhis salam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an, walakin yaqbiduhu biqabd al-ulama. Deri në fund. Thot Muhamedi alayhis salam, Allahu nuk e nxjerr, nuk e rrëmben diturinë nga njerëzit me një herë ashtu. Sot ke pas dituri, edhe nesër nuk din asgjë. Ose njerëzit në numri i madh i muslimanëve kanë dituri për fe, zgjohen mëngjes nuk din asgjë. Jo thot Allahu, këtë mënyrë Allahu nuk e rrëmben diturinë për njerëzit, por si me vdekjen e dietarëve. Vdiq para sa vitesh ai dietar, vdiq ai tjetri, kështu me radhë, shiqoni vëllezër, edhe gjendja e muslimanëve me shkurjen e dietarëve të vërtet, edhe gjendja e muslimanëve dobësohet. Pse? Dietarët e vërtet kanë këshillu, kanë dalë para hakimit, para krietarit që ka bo zullum, e kanë këshillu. Ai nuk ka dalë pastaj minber i thash kështu e kështu, që i shihni sot në për televizora, tulish xahila, tulish xhawarix, duhet me i bërtit, duhet me i thonë jo. Dietarët e vërtet shkojnë te krietarit e prisi, ulen, bëjnë termin dhe i thonë shit jo, e ke thonë këtë fjalë, e ke bo këtë çështje frigoje Allahut, nuk bën. Edhe ai nuk del nesër të thotë i thash kështu e kështu e kështu. Ai e krijnë atë punën. E këto janë ato dietarët e vërtet që e këshillojnë pushtetarin, e këshillojnë prisin në vete, me edep, me sjellje e kështu me radhë. E kjo është prej haditheve meshhur, që prej 3 vet e kanë përcjell këtë hadithin. Dhe kena hadith aziz, ku 2 persona e kanë dëgjuar nga Muhamedi alayhis salam. Dhe shembulli i hadithit kush është? Është ky hadithi që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kjo është prej haditheve aziz. 2 persona e kanë dëgjuar Muhamedin alayhis salam. Dhe kena hadith gharib. Çka do të thot hadith gharib? Hadith gharib do të thot që vetëm një person e kanë dëgjuar Muhamedin alayhis salam dhe ja ka përcjell një personi tjetër dhe ai ja ka përcjell një personi tjetër dhe kështu. A e dini vlezër perspektiva haditheve gharib është? Cili hadith është? Cili prej haditheve është? Do ta cekin hadithi gjithë besim musliman mend hadithi apo sahih. Gjithë mendojnë se o mutawatir, ato vetëm një person e kanë dëgjuar Muhamedin alayhis salam. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Thot Muhamedi veprat tonë. Cili vëllezër tash pyetja është, cili sahabie transmeton këtë hadith? Jo. Vazhdon çetri, kush është Abu Bekrit? Omeri radiallahu ta'ala anhu. A e dini vlezër prej Omerit kush e kanë dëgjuar prap një person prej tabiinëve? Alqama ibn Qais. Prej Alqama ibn Qais e kanë dëgjuar Muhammed ibn Ibrahim, generata tjetër. Prej Muhammed ibn Ibrahim e kanë dëgjuar Yahya ibn Said. Një person. Edhe tash, a pse i ceka këto hadithet? I ceka këto hadithet vlezër, tash do ta lexoj tekstin e librit. Pse e sqarova këtë çështje, edhe pse nuk është domethënë te libri. Thot autori i librit Imam Tahawi rahimahullah, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i wal bayan kulluhu haqq. Dhe të gjitha që kanë ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha hadithet që e kanë zinxhirin e shëndosh, pa marr parasysh një person, apo 2, apo 3, ma tepër, e kanë dëgjuar nga Muhamedi alayhis salam. Nëse personi është i besueshëm, hadithi është i saktë, nuk ka ndërprerje të zinxhiri, nuk ka shkputje. Zinxhiri ajo është për ne fe, ne ato e marrim fen dhe të gjitha çështjet e fesë. Edhe kjo është mendimi i ehli sunnetit dhe xhamatit, të cilët thonë nuk na intereson neve. Nëse hadithi është i saktë, pa marr parasysh, a një e kanë dëgjuar nga Muhamedi alayhis salam, a 2 persona nuk prish punë, ne e marrim hadithin. Omeri e kanë dëgjuar. Prej Omerit, Omeri ja ka përcjell Alqamas. Alqamja ja ka përcjell Muhammed ibn Ibrahimit. Muhammed ibn Ibrahim ja ka përcjell Yahya ibn Saidit. Thonë të gjithë janë të besueshëm. Të janë njerëz që Imam Buhariu e ka zinxhirin, Imam Muslimi nuk na interes, kene ka thonë nuk lun pesh, qoftë në fik, qoftë çështjet e ibadetit, qoftë edhe në çështjet e akides. Mbani mend vëllezër, ne dhe akiden, besimin për Allahun xhelleshanu, për ditën e gjykimit e marrim edhe prej gjithë llojeve të hadithit. Përveç hadithit kujt? Hadithit daif, jo. Ama hadithit pse ka ardhur gharib një person, a është hadithi sakt, e marrim.
ose hadithi është aziz, 2 persona, ajo zinxhiri i sakt, ajo njerëz të besueshëm, po, ose hadithi meshhur, 3 persona, 3 persona, 3 persona, po edhe hadithi mutawatir në radhë të parë, edhe ato s'ka dyshim, por mirë atëherë qenë kanë gjithë një lloj, thonë jo, nuk janë gjithë një lloj, pse? Te hadithi mutawatir dietarët islam, ekspertët e hadithit nuk kanë nevojë shumë me hulumtu, se 50, apo 10 sahabi u kri kjo punë. Ato kanë punë me çdo hadithet me 1 person, 2 person. Ato vetëm se lodhen më shumë, edhe më fundon prap, hadithi është sahih, ose hadithi është hasan. Nuk prish punë, e marrim ne edhe akiden prej atyre haditheve, edhe nëse janë hadith ahad. Shani vëllezër, do të lexoj diçka prej tekstit. Thot: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى رد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. Këto ka thonë shiqo, e vazhdon thot sa I përket kujt El Gjehmijet, kush janë Gjehmit? Gjehm ibn Dirham, ai nuk pranon, apo sekti këti, Allahu thot nuk ka as emra, as cilësi, vetëm Allah. Mu'tazile çka thonë? Këto I pohojnë të gjitha emrat e Allahu xheleshan, për thonë Allahu nuk ka as një cilësi, vetëm se emra. Çka janë tash el mu'attile? Kush janë mu'attile? Mu'attile janë mohusit e cilësive të Allahu xheleshan, jo të gjitha, përveç 7 cilësive. Muattilet janë maturidit, që e gjveshin Allahun xheleshanu nga cilësit e ti. Muattile kush janë? Ata të cilët janë eshari, edhe pse Imam Eshariu, rahimahullah, u distancu, u pendu nga ajo akide. Këto esharit dhe këto maturidit, këto janë thush gati si mu'tazilet, vetëm se këto 7 cilësi prej cilësive të Allahu xheleshanu I pranon. Thonë, lahu l-hayatu wal-kalam wal-basar, sam'un, iradatun wa ilmun wa iqtadar. Allahu thot ka jeton. Lahu l-hayatu wal kalam, dhe Allahu flet. Wal basar, dhe Allahu shikon. Sam'un, Allahu ndiqon. Iradatun, ka Allahu vullnet. Wa ilmun, Allahu është I gjithdijshëm, wa iqtadar, dhe është I plotfuqishëm. Vetëm të cilësia ato I pohojnë. Gjëra cilësitë e Allahut I mohojnë. Prandaj quhen el mu'attila, mohusit e cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, janë kush? Janë esharit dhe janë maturidit. Gjinaf me thonë esharit, por ashtu akoma e mbajnë titullin, edhe shiqot shka thot spjegushi I librit akides tahawije, thot vlezër do fjalë, shumë do fjalë të mdhonja. Wal ahadith al ahad. Pastaj thot tufid al ilm, la yuhtajju biha min jihati tariqat wala min jihati tjetër. Pastaj thot فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس إلى قضايا وهمية ومقدمات الخيالية، وسموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. ثوت سيتشتياتي ثوت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Ebon thot që ummeti, populli, ta mohojnë, ta largojnë nga njohja Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj ja beson se njerëz janë huti, një grup I madh, ato që kanë godit në ashtu të quajtur hoxhallar apo të quajtur dietar të esharive dhe maturidive. Ai flet dhe përpiqet çdo. Allahu qëndron mbi arsh, thotë jo, nuk qëndron Allahu mbi arsh, Allahu e mbizotron arshin. Allahu xhelleshan thotë, a e dini se kush është në qiell? E min të men fisema, thot, nuk ka fjala për Allahun, për bëhet fjala për Gjibrilin. Allahu zbret qiellin e dynjas, kur ngelen 1/3 e natës, ato thonë ja nuk zbret Allahu, zbret mëshira e Allahut. Allahu I tha Iblisit, se nuk I ra Ademit në sejdë, unë e krijova me të di durët e mi, thot jo nuk ka fjala, po durët po e ka qëllimin fuqinë e kështu me radhë. Pejgamberi alayhis salam e pyeti atë vajzën ku është Allahu, ajo thonë që Allahu është në qiell. E këto thonë Allahu xhelleshanu nuk është qiell, por Allahu është gjithkund. E kur I thonë ati hinë vendet flista, është Allahu, thonë nuk mundet Allahu me qonë ati. E ku është për Allahu subhanu ta. Dhe kështu përpiqen njerëzit, besimtarët, me I largu nga njohja Allahu xhelleshanu, dhe kështu e kanë shkput një numër të njerëzve që nuk e njohin Allahu, nuk I njohin cilësitë e Allahut subhanu ta. Ne ehli sunneti dhe xhamati vëllezër, jemi me një rahati shumë të madhe. Allahu a qëndron mbi arsh, po, qëndron mbi arsh si?
ashtu si dëshiron subhanahu wa taala. Allahu zbret qiellin e dinjos, zbret be, si ashtu si dëshiron ai subhanahu wa taala. Allahu ka didur, ka. Allahu ashtu e ka përshkruar në Kur'an, ka didur. Por ne nuk mirën asjon ato didurët e Allahut subhanahu wa taala. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, dhe ai është i plot fuqishëm, i qahri, fuqishëm mbi robët e tij subhanahu wa taala. Dhe ajete Allahu thot Muhamedi alayhis salam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata të cilët janë në tokë, do t'ju mëshiron ai i cili është në qiell. Shikoni vëzë, keni kujdes që kjo akidja. Edhe nëse ndëgjoni dikon pa marrë parasysh çfarë mexhlisi është. Disa thon prej dietarëve, vallahi dietarëve të mëdhej. Edhe nëse imamin hoxhen e ndëgjon hutbe, duke i thi ajetet e Allahut, cilësitë e Allahut xheleshanu, duhet atë ti thosh, jo, ki frikë Allahun, mos i lakot cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, mos i shtormo ato, mos ju jep atire kuptim tjetër, mos i lako, po tregohet, domethënë vërtet ka thonë edhe në hutbe me i thon. Pse? Se këtu ka të bëne çka? Tu ka të bëne akidja, tu ka të bëne besimi. Prandaj Zeynep bint Jahsh ju thonte gravet pejgamberit alayhis salam dhe krenoshte me këto. Shikoni, juve thot ju kanë martu prindrit e juj në tokë. Se Zeynep bint Jahsh për këtë Allahu ka zbrit ajet në surën, cilën surën? Në surën Ahzab. Ishte gruaja e Zeid ibn Harithe. Kjo Zeynebi ishte gruaja Zeid ibn Harithe. Nuk e donte Zeidin. Thonte ja Rasulullah, vallahe, nuk e akuzoj të sjellja, të morali, po se du. U martuan, po thot tash nuk e du. Në fillim u martua, jo se Muhamedi alayhis salam thush ishte shkuzi, edhe diqish, hajt, po pastaj vallahi vëllezër dëgjoja nuk shën me zort. Tha ja Rasulullah, nuk kjo me vërtet ka qenë shembull bukuri. E Zeidi radiallahu ta'ala anhu, pa kjo një dallim të madh, tha ja Rasulullah, vallahi, te imani, te sjellja nuk ka asjaj, po nuk e du, nuk e du. U përpoq Muhamedi alayhis salam, frikoi Allahu, tha, e kështu me radhë, praper, tha ja Rasulullah, nuk e du. Edhe Allahu xheleshanu thon Kur'an, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnaka. Kur Zeidi tha Allahu Muhammed në Kur'an është kjo, i vetmi sahabi që është përmend Kur'an, Zeid ibn Harithe. Allah tha kur Zeidi e krau punën me to, ta martuam ti. Allahu e urdhëroi Muhamedit sa kjo tha gruaja jote, pik. Nuk ka muhabet këtu. E kjo tash u bë gruaja Muhamedit alayhis salam. Zeynep bint Jahsh. Edhe kur ishin gratë të bisedu me gratë, Muhamedi alayhis salam ka pas më tepër se një grua thonë ngadalin. Juve ju kanë martu baballarët e ju në tokë. Mum ka martu Allahu për mbi 7 katë qiell. Më thonë, kjo e ka thonë këtë fjalë pse e ka ditë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhelleshanu është mbi krijesën e tij. Prandaj kur thonë ne Allahu është në qiell, çka ka thonë këto akide shtremtit. Po nëse thoni Allahu është në qiell, qielli është më i madh, Allahu brenda. O xahil, Allahu kur thot qiell e ka qëllim lart, se në gjuhën arabe es-sama i thon diçka që është nalt. Nuk thonë ne se qielli është më i madh se Allahu. Shiko, po deri këtu çka e ceki, erdhën ato dhe fillon ta vrasin menden. Jo, me thonë Allahu xheleshanu qëndron mbi arsh, po Allahu ishte dhe nuk kishte arsh, ne nuk mirana me këtë, a ka nevojë Allahu për arsh? Allahu qëndron mbi arsh, pik. U kri, si qëndron ai e din subhanahu wa taala. Prandaj te çështja e akides vëllezër duhet me pas tepër rëndësi. Çka thon tash? Kur e pan se shumica argumenteve, kur flasim për cilësitë e Allahut xheleshanu, janë prej ti grupit ahad, prej kuj që 3 persona e kanë dëgju nga Muhamedi alayhis salam, kisi që është hadithi meshhur. Ose 2 persona e kanë dëgju prej Muhamedit alayhis salam, si që është ki aziz. Ose 1 persona e kanë dëgju prej Muhamedit alayhis salam, hadithi gharib quhet. Ama është i saktë vëlla, 1 persona ma është Omeri. Ja ka treguar ma është Alqame ibn Qais, a dhe kush është Alqame, ki zinxhiri Alqames çon deri te Buhanifja. Abdullah ibn Mas'ud, Alqama ibn Qais, Ibrahim Nakhai, Hamad ibn Abi Sulejman, Abu Hanifja, të janë zinxhire të forta, nuk mundesh ti me ultall me këto. Edhe çka than, ne nuk i marrim atëherë hadithet ahad te çështja e akides. I marrim në fik, i marrim në abdes, i marrim te çështja e namazit, te çështja e haxhit, ama në akide jo. Pse bre nuk i merrin në akide? Se tash gjetën një rrugë dalje me ik vetëm e vetëm. Se vlezër me të vërtet nuk ju s'ka dishim që nuk mireni me këtë çështje, por inat, edhe që më të madh, edhe që i refuzojnë argumentet e qarta të Allahut, se këto të ashtu quajtur Eshari dhe Maturidi, domethënë nuk ka. Jon musibeti i ummetit, vallahi jon musibeti dhe shkatrimi i ummetit që e largojnë besimtarët nga afrimi, nga njohja e Allahut subhanahu wa taala.
Allahu Gjeleshanu vëzër a dini se ka hadithe që Allahu kesh, yadhak rabbukum, thot Muhamedi a.s. Zoti ju i kesh. Ti kur e din se subhanallah Allahu kesh me një person që është hadithi, sa më duket është një person i cili ati kur është gjisa natës, kur aftohet, a e lëshon vendin e tij dhe falet për Allahun subhanahu wa ta'ala, apo është edhe një hadith tjetër kur thot Allahu Gjeleshanu keshen me di persona, ki e vret ato dhe të hinë xhenet. Do thonë ki e vret ato, ama nuk ka qenë musliman, pastaj e pranon islamin, hinë kesh. E tash ne çka më thonë sharit me të kesh, po nëse keshëm duhet me i qitë dhomët pak, oj Allahu kesh si don. Lejse kemi të një shej, nuk i përngjan Allahu të askush. Ne e pohojmë se Allahu Gjeleshanu kesh. Allahu vjen, Allahu zbret, Allahu flet, Allahu hidhrot. A gëzohet Allahu Gjeleshanu? Gëzohet. Që tha Muhamedi a.s. Wallahu ashaddu farhan min ahadikum fi ardin falat. Allahu më shumë gëzohet për ju, për atë që bën tobe, se sa ati që hub devja, hadithi deri fund, në shkretin hub devja dhe ushtri me vdek, kur i hapi si devja i ka arti kria. U gëzohu ki, atë shumë sa u gëzohu që tha, or Allah, unë jam zoti jot, ti e robim. Për i gëzimit, si që sa qëfar gëzimit, ama që thot Allahu, halama shumë Allahu gëzohet. Cilësi Allahut, Allahu gëzohet, Allahu hidhrohet, këto gjitha këto qështjet, e gëzohet, e hidhrohet, e kesh, e sharit më të rritit, i bien, fillojnë i komentojnë këto. Po më u gëzu, thuj gëzohet, po si, ashtu si dëshiron Allahu, edhe ki akiden rahat. Imam Shafiu thot, vlezër, ki semitu Hamidi يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ قال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة تراني على وسط زنار. Erdhi atë Imam Shafiu dhe e pyeti për një çështje. Çka thua për këto? Imam Shafiu për këto ka xhiku Muhamedi alayhis salam që kështu dhe që kështu. A di çka i tha ki? E ti çka mendon? Subhanallah. Am shef më kish unë, mos jam kish. Se ato ja futin kot. Çka do të thon? A tha më shef në tregti bëj hallosh verosh. 50 euro, 40. Ose shet të mesi ato në priftat e ato murgjit kam pas një farë kolani. Mos që thot se kom lidhun e ti, kom lidhun një kolan këtu te beli jem. Edhe dukem si prift. Ej, unë jam musliman, unë jam në xhamin, e kështu me radhë. Çka mendon ti për mu? Pastaj tha Imam Shafiu, e kulu leke qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta taqul ma taqulu anta. Unë thot ti jam të thon ka thon Muhamedi alayhis salam, e ti më thuaj mu çka mendon ti. Shihoni vëllezër, imamat sa të kujdesshëm kanë qenë këtë çështje. Tash do të thona, do thot dikush për rregull edhe këto qerat bre, nuk e kanë, a ka argumente tjera që me këto, me një person, si ta marrim ne akiden tash vetëm prej një personit, besimin, çështjen e Allahut, xheneti, xhenemi e gjoja tjera ta marrim një person. A ka ndodhur jam kohën e Muhamedit alayhis salam, a dini shembull? A e qaj Muhamedi a.s. Muadhin Jemen që mëson e tauhidin? A e qaj 17 veta veç Muadhin? Veç Muadhin. Ebu Musa al-Ash'ari e qaj Muhamedi a.s. përsëri, çka t'u mëson e fejen, edhe atë qaj Jemen. Vetëm një person, akiden, Allahun, cilësitë e Allahut, sahabët prej këtu kanë fillu, nuk kanë fillu do me thonë të çështje tjera. Tauhidi, dhe Allahu kur na udhënon neve me bë debat me ehlul kitab, nuk thot tregoni ative sa i dom shumë mishi thot, nuk më filloti, ose alkooli thot, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. O ju أهل الكتاب i thartë, a bëjmë një plan, bëjmë bisedim ne me ju, nuk adhurojmë asgjë tjetër përveç Allahut dhe nuk i përshkruajmë atij shok. Allahu na mëson kështu me bë me ato. Kjo punë tauhidi është. E Muhamedi alayhis salam e çon vetëm Muadhin në Yemen, tu mëson e besimin, tu mëson e tauhidin, cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, e pastaj vin dikush thotë ne nuk e marrim fen si Esh'arit e devijut dhe maturidit, nuk e marrin feje ne prej një personit, prej haditheve ahad, që një sahabi e kanë dëgju Muhamedin alayhis salam, apo di sahabi, apo 3 sahabi. E këto do të argumentohen me ato që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Njo, e dita, pejgamberi alayhis salam në për mbretlerët dërgoi dikund 11 letra. I tregonte aty diçka për fe, edhe i çoi ka një person. Muhamedi alayhis salam te Kisra në Persi, e qoj një person,
te Hirakli një person, te Mukaukesi në Egjipt një person, në Bahrein një person, vetëm një i qoj. Edhe ai folte në emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër argument vëllezër, një argument shumë përsëri i mirë. Ishin sahabët në Kuba duke e falë namazin e sabajt. Erdh një për muslimonëve që e kishte fal namazin e drekës apo të qindris, pasi që erdh Allahu argumenti, fjala e Allahut, që i tha Muhamedit alayhis salam tash, ktheu ka kibla. Thot Allahu, qad nara taqalluba wajhika fi as-sama, فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Allah i thot Muhamedit alayhis salam, unë të shofti se ti kur je në namaz diçish sikur se shikon nalt, se ka shikuar Muhamedi alayhis salam fillim nalt. Edhe sikur se don që të kthej unë ti të falësh nga drejtim të Qabes. Sa janë fal, cilën drejtim janë fal muslimanët fillim? Thuhet 16 Aksa. E Muhamedi alayhis salam ka fal namaz drejtim të Aksa, po sikur se i thot Allahut me isharete ya Rab, na kthe ka Qabja, e Allah thot ne e shohim televizjet e tuja, e tash kthe kokën nga drejtoi ka Qabja. Edhe Muhamedi alayhis salam i tha sahabeve, e një erdh në Kuba, domethënë dini prej Medinës Kuba, i pa ato namazin e sabahut janë drejtuar ka Beitul Maqdis. Xhamia Aksa, pse se kanë ditë? I tha vallahi, tha ne u falem me Muhamedin alayhis salam ka Qabja, kthej ka Qabja. Kto nuk e vazhdon namazin, thonë veç një person ta marrim në fen për te, kjo fe është ibadet. Si ishin u kthejnë me njerë drejtim Qabës. Edhe kjo është argument që ne i marim prej pejgamberit alayhis salam, prej sahabeve, i marim edhe hadithet ahad, edhe besimin ton, tauhidin ton, e ndërtojmë nëpërmjet ku? Edhe nëpërmjet haditheve ahad. Çka është hadithi ahad? Një person, ose 2 person, ose 3 persona, nuk lu rol kjo. Amo këtu kush ka punë, kanë punë ato ekspertët e hadithit, si Imam Buhari, si Imam Muslimi, etj. Nuk ka as pak dyshim. Dhe si imami i shekullit Muhammed Nasruddin al-Albani, edhe ai Allahu deshi që të hinën këtë grup, që i kontrollojnë to ki prej ku, si e ka ki biografin e kështu me radh, deri të ku, deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër, ne ehli sunneti dhe xhamati i marrim domethënë edhe argumentet edhe prej haditheve të cilat janë hadith, jo vetëm fiqh, në ibadet, por edhe në tauhid, të çështja e akides, të çështja e besimit. Shiqoni çka thot Imam Sufjan ibn Uyayna rahimahullah, thot ma satara Allahu ahadan yakdhibu fil hadith. Allahu akbar. Asnjëherë Allahu xhelle shanuhu nuk e ka mbulu, nuk e ka strehu një person që ka shpikrena në hadith. Allahu e ka shpalu thot gjithmonë. Kur s'ka mbet dikush i mshefët, domethënë hadith. Mas një kohë, pa marrë parasysh, mund që i ka shku disa vite, pa Allahu xheleshanu e ka shpalu. Që pasaj që ka thonë tjetri, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah thot, lau hemme rajulun fi sahari en yakdhiba fil hadith, la asbaha an-nasu yaquluna filanun kadhab. Abdullah ibn Mubarak, shiqoni që ka thot vlezat, edhe si kush ta vendoste në mesin e natës, vetëm ta kishte një jetin, se ka me shpik apo me gënjeshtru dhe një hadith, me shtu diçka. Wallahi tha Allahu, mrenda e saj nate, do t'i inspiron të muslimon që kur zjo është e kitë thonë e të ere në vec, hala pa fol. Do t'i që ta mbrone Allahu xheleshanu cilën, hadithin e kujt, hadithin e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. A ka ndodhë kjo në kone pejgamberit alayhis salam? Po, Musajlem e Kedhab, a tha që edhe unë jam profet, Allahu xheleshanu e shpaloj. E pejgamberi alayhis salam derisa edhe khilafeti i kujt, khilafeti Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, dhe e luftun muslimant atë Musajlem e Kedhab. Vlezër, kaq për sot, e kjo temë besoj ishte me rëndësi për çështjen e haditheve ahad. A i marim ne ehli sunneti dhe xhamati, thonë me plot gojë ehli sunneti dhe xhamati, sahabet e tabiinët e gjithë e kanë marrë, edhe argumentet që kanë ardhur prej një personit, apo 2 personave, apo 3 personave, edhe me këto e kanë ndërtuar edhe akiden, edhe besimin, edhe tauhidin, edhe me këto adhurojnë Allahun, i pohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është akidja jon, akidja besimi ehli sunnetit dhe xhamatit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.